se më pak jemi të ushqyer, të pastruar nga ky lum, e më shumë fatkeqësisht si njerëz kundërshtojmë edhe vetë natyrën tonë. Humbim thellësinë e gjykimit tonë, aftësinë e shoshitjes për t'i thënë të bardhës të bardhë, të zezës të zezë, ose siç kemi parë në këtë javë nga parlamentarët shqiptarë, për t'i thënë burrit burr e gruas gru, duke hedhur bazat për kulturën woke, që do të shkatërrojë ndërgjegjen, vetdijen e engjëjve tanë. Sot, në kulturën tonë shqiptare të fjetur, e të nënshtruar nga një ideologjie e kushtëzuar nga lobet e huaja që i trajtojnë jo vetëm tempullin, por dhe vendin tonë si pazar, sot ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë që është e vdekur forca e reagimit në kulturën shqiptare, ku nuk u ngju një reagim më i fortë i ndërgjegjeve përballë rrëmbimit edhe të atyre pak shpresave që kanë ngelur në vendin tonë, sepse të rinjtë kanë humbur shpresën dhe e kanë braktisur vendin. Por sot rrezikojmë t'ia vjedhim dhe atyre të rive që Zoti në provanin e tij akoma ndoshta donte t'i dhuronte këtij kombi. Është e shkelur me këmbë ndërgjegja e njerëzit. Dhe ndërgjegja për këtë arsye nuk reagon përballë edhe gjërave më të kthjellta. Burri burr, gruaja gru, mashkulli mashkull, femra femër. Nuk ka gjë tjetër. Sepse djalli nuk mund t'i bëj luftë Zotit. E ku ja bën luftën Zotit? Ke tempulli që është trupi njeriut, në format më të ndryshme. E kemi dëgjuar në vitet e fundit në Shqipëri, para ca kohësh u fliste për çështjen e surrogacionit, ku trupi një nëne të bëhet pazar, ku ai që ka lek blen gjirin e nënave tona shqiptare, motrave tona. Po dhe sikur t'ishim 1 miliard banor, asnjë nuk është i tepërt. Jo më në këtë vend ku po shterren nënat, baballarët, gratë, burrat, fëmijët, trit e trejat. Ju jeni tempulli i Zotit dhe shpirti i Tij banon në ju. Tempulli vërtet nuk është vetëm i bërë me muret. Nuk mund të na thonë ne kemi lirinë e kultit sepse mund shkojmë kishat tona. Jo, kemi lirinë sepse mund shkojmë edhe ke nënat, ke motrat, ke baballarët, ke vëllezërit, ke burrat, ke gratë. Jo ke kategoritë e tjera që sipas fantazisë të secilit që si qohet në mëngjes, ndjen të drejtën që t'i njihet nga ligji. Sepse kështu është krijuar kultura woke që ka shkatruar botën perëndimore. Po ndërsa bota perëndimore po reagon e po i vën diga ti mendimit të brisht, neve që i më avangard se të tjerët, bëjmë pazare në popullin tonë, në fëmijët tanë. Sepse, kush e di kush realitet, lobist, blen mendjet e atyre që majnë të drejtën pa na pyet, pa kërku një referendum, një dëgjesë ndërkombëtare, mbajnë të drejtën të sillen në mënyrë autarkike. Ku liria dhe mendimi yt nuk vlen më. Tu nuk është fakti me reagu me shpat, apo me provoku dikën, si shpeshherë dëgjoj, po ku ishe ti? Tu është fakti të jemi së bashku, sepse
përballë një kulturë e vdekje mund të mundet vetëm me jetën. Kush e ka në vendin ton këtë merak? Kush e ka këtë shqetësim për me mbjell kulturën e jetës? Kush në parlamentin shqiptar shqetësohet për kulturën e jetës edhe dinjitetit, për një familje që ndoshta është në varfëri në mjerim sepse është përqëndru pasuria në 2% shoqërisë shqiptare, as 2% jo, 1%. Kush shqetësohet për ato fshatra të humbur ku nuk arrin rruga, sepse jemi shqetësuar me shit imazhin e fasadës së rrugës që shkon ku janë zona turistike, apo me të ndërtu qendrën e Tiranës, po pasaj sa po dalim në lagjet në periferi, me u mbyt akoma në lutse, në rrugët e ngushta, sepse njeriu s'vlen asgjë pasi për ta, asnjë trotuar nuk bëhet, e ti duhet me bë garë me makinën, ku me hell kamën. Por ne kemi shqetësimin e kulturës wok. Sepse nuk jetojnë më këta që zgjidhim, nuk jetojnë më me njerëzit, nuk jetojnë më midis njerëzve, po nuk jetojnë më as në këtë botë me sa duket. Kur diçka nuk shkon, nuk shkon. E s'mund të themi jemi të gëzuar që gjërat nuk shkojnë. A mund të themi jemi të gëzuar që këtyre njerëzve që kemi besu votimin, ju kemi besu vendin, votojnë diçka kundër nesh, jemi të gëzuar. Nuk jemi të gëzuar. Çdo njeri që ka votu pas turp, sepse shkon kundër natyrës, nuk shkon kundër fesë. Shkon kundër natyrës, edhe njeriu që s'beson, e din që është burr. E din që është gru. Çdo njeri ka për ta gjetë përgjigjen e vet në jetën e vet. Jo ke fëmijët e vet, e fëmijëve të vet. Jo, secili përgjigjet për aktet e veta. Të ripërtërimat heronitetin ton me kishën universale, me Papa Leonin, që Zoti na japi zjarrin e dashurisë që kishte Jezusi për shtëpinë e Zotit. Dashuri që përkujdeset, që ndërton, që bashkon, që kuron tempullin e parë që është njeriu, burr, grua e familja e tij. Virgja Maria, Nana e ngushëllimit, ndezë të ndjenja të bukura të thella në jetën tonë. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.